Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit, të dashurit e shpirtit tim për hir të Zotit. Ju përshëndes me përshëndetjen e Xhenetul Firdausit. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin përjetësisht mbi juve. Kishim një debat me një profesor filozofie para 2 netësh, debat virtual, kuptohet, në lidhje me besimtarët, disa prej besimtarëve që nuk pranojnë me marrë pjesë në votime, e para e dyta, me ata besimtarë që nuk e festojnë këta që e quajmë vit i ri. Atëherë të dashur të zemrës time për hir të Zotit, le të kthehemi pak në kohë. Unë si as jam takon me fol për 3 teme. Do më thonë si njeri që ka lindur në Kostur, në fshatin Kostur, që është mes 3 krahinave, mes Pukës, Hasit edhe Malësisë Gjakosës e asaj që quajnë Tropoj. Para 70 vitesh nuk ka ditë burrat edhe gratë e asaj treve se çka është viti i ri, e para, e dyta. Ata besimtarë devotshëm, kur hyri komunizmi në Shqipëri, kanë pas frikë Zotin që mjeku komunist mi prek. Kuptoni drejt, nuk po tham se është ndaluar më. Po nga devotshmëria e lartë, po të pa informuar, të pa ditur shumë, po devotshmëria e lartë, ata që kanë ditë e kanë vënë në praktik. Kanë pas frikë Zotin pra për me se është jo besimtar, komunisti është jo besimtar, nuk lejon me prek trupin tim. E tash nëse që ka devotshmëria ja pjesë, pse ti gjykojmë? Në Amerikë për shembull askush nuk i gjykon vegetarianët se han mishin fare, po nuk gjykon njeri. Nuk duhet ti gjykojmë. Nëse nuk do në ligj tjetër postigjit të Zotit Kur'anit. Nuk duhet ta gjykosh, ai do ka zgjedhjen e vet, ai po pagu taks në shtet. Taksin e paguam. Po ai nuk pranon në asnjë lloj mënyre, domethënë udhëheqje tjetër, pse ashtu ka zgjedh. Ashtu ja do shpirti i tij. Kështu që mos i gjykojmë njerëzit. Se thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, para gjykimi është gjykimi më i keq. Ju dua shumë, Zoti ju dash gjithëve.